Po për vrasjen e Ahmet Krasniqit ki diçka, a ke po ndaj dokument, ndaj dosje? Për vrasjen unë ndëgjova emisionin e juaj, edhe merr shumë keq që kur ja bën pyetjen Fadil Kajtazit për këtë vrasje të kolonelit Ahmet Krasniqit, ai heshti që nuk duhet heshte para shikuesve, para. Pse? Po duhet tregon qofse se ai thotë që është i dëni farë shërbimi aty ku ka qenë atë Bukashit, a kush janë ata, pse ki ka qenë i Kfarkut, a vranë mes ditës, mes Tiranës. Edhe si ka mundësi që i këto mos e din, a qenë kanë të një farë shërbimi, edhe pse unë atë shërbim të ati Fatil Kajtazit, ashtë që du të ndej, ashtë që du të njohë. Pse është i Serbisë? Pse është i Serbisë? Serbia, ajo është mbulesa e ati shërbimi. Po ku po bazoni ju? Po bazohem se di si veprën shërbimet sekrete, sidomos në Ballkan. Këtu në Kosovë. Kush ka qenë i shërbimit Serbisë në shërbimin informativ të Kosovës? është Mehmet Ljoci, Mehmet Ljoci u bërë aty. Po mirë, ai Mehmet Ljoci. Atjerë plot. Sigurisht kjeti. A më dhe me mbrojtje Mehmet Ljoci se foljen pasera? Jo, nuk du të mbroj unë, nëse ai ka punu në UDB, edhe asil kesh me shqiptarë. Kolegi ke posti. Pa marë parasysh. Kolegë kam pas edhe në Shkupun, Begjeta, Hasan Muslija, i kam pas edhe Haki Fejzullah, po kanë rash shqiptar, edhe ai për mu nuk ka njëri i mirë. Fadil Kajtazi në emisionin tim tha që kush ka qenë, dhe me thonë kush ka punu në UDB, është e pa mundër që nuk ka rrej shqiptar. Dhe me thonë, realisht në një farforme... Nuk është e vërteta. Kjo dhe me thonë që ti ke rrej shqiptar. Në dalë njët, Qegrani jatë 2000 shpej, unë jam me 10 Qegranit, plus Gosivari me rethin, edhe u thëmë. A betu është sonte para publikut që ti nuk e rrej shqiptar, pas e na fe? Betohem une në Zot, edhe në Koran, edhe në Bibel, edhe në shfartë keshqif, kuri une shuplak shqiptari si kumra. Një shqiptar nuk ka shku 3 dit prej me në burkë, jo me vite. Një shqiptar... E që shke mujtë me punu në UDB dhe nësë me rrej shqiptar? Po, mundesh, si ta rrush dignitetin tonë si shqiptar, mundesh. Je i moralshëm, je një zotë. Thojnë që kur përnëjsh për një shërbim sekret, se është një thonje njërë shpion, ta njëtën shpion. Ata që dalin folin kundra UDB-s, thojnë që ka mundësi me i vrau, me i persekutu, me i kidnapu. Ty ata kanë bona e atentate? Po, ajo është një metode UDB-s. A ke posta e atentati, pas e na fe? Po, prej UDB-s, masi kam dalë prej Burgu, njerë kam qenë Tiranë, edhe ma shparaqit një person në telefon, sa kishin dalë të celularët atë, telefonit thjesht, edhe më thot, e kuptova se fletë serbokratisht, e mora me mend që mund t'jeti Sërbisë i Beogradi, edhe më thot në atë gjuhën e vetë, ke kujdes se mund të shkelet dhe një maune, dhe një kamion, dhe një veture madhe, në mes të Tiranës. Edhe më falë në shprej, edhe për shikusit, unë dëshë të shaj. Mirë, pa i ma mbylli telefonin. Po shaj, as po guzan për udbës? Jo, shaj, po unë e ma frikë gruën e kam pasë sa udbën. Pse? Edhe se kam frikë udbën. Dhe shaj në mise se nështë në sprejket basarë. Jo be, shaj, unë e s'kam gajle, po ku do më qanë mu ma kese të njëshëm. Mandej, unë kur flasë kështu, duhet të më kuptohesh dë shqiptarë, që duhet që asqaroj unë metodat e UDB si ka vepru me shqiptarët, se UDB-ja ka qenë sëjnë djalli për shqiptarët. Edhe, unë i dënuar me vdekje po nga ajo UDB, të kësha qenë unë në shërbimin e atyre, dhe lojal, ato mu do më gradojshin, do më bëjshin Beograd, si kur që më pregadichin si kuadrë federativ. Po shka kime në thonë për vrasjen e Ahmet Krasniqit, se të betën bërsh, të ndërpër të mua bitë? Për shife, për vrasjen e Ahmet Krasniqit, një që une nuk jam ma në shërbim të kem dokumentacione relevante të shërbimeve sekrete, por këto që kanë qenë shërbim, ose si ai Fadil Kajtazi, e qërë, duhet pa tjetër të kjenë informacion sakt që duhet të tja tregon ai publikut, shikuzve, edhe se njeriu është vra në mes të ditës, në mes të drekës, në mes Tiranës. Edhe shtej kolonial të vritet në atë mënyrë edhe mos ditë kërkush, ato jenë gjëja mund edhe udba që i ka përdor duke përdor. Për heruën në Mzi Hoxha, ke pos rast me